Rreshtet e fundit në luginën e Kirit, veçanërisht në aksin rrugor të Prekalit, kanë shkaktuar rrëshqitje të gurve dhe inerteve, duke bërë qarkullimin të rrezikshëm si për automjetet ashtu edhe për këmbësorët. Kjo rrugë, që është pjesë e rëndësishme e aksit të Dugaxhinit dhe lidh zonat e Kirit, Shoshit, Bregut, të Lumit e deri në Theth, mbart gjatë gjithë vitit një fluks lëvizjesh, veçanërisht nga turistë dhe banorët të kësaj krahine. Pikërisht për këtë arsye, mirëmbajtja e saj dhe parandalimi i aksidenteve bën mjaft të domosdoshëm ndërhyrjen, por siç tregojnë pamjet nga terreni, ndërhyrja ka munguar prej kohësh, ndërsa rruga vazhdon të kthehet në terrenin inertesh. Drejtuesit e mjeteve detyrohen të tregojnë jashtëzakonisht të kujdesshëm, pasi përveç ngushtësisë së rrugës, inertet e grumbulluara vështirësojnë ndjeshëm kalimin. Është kjo arsyeja pse Bashkia e Shkodrës, si përgjegjësja kryesore për mirëmbajtjen e kësaj rruge, ka detyrimin të ndërhyrë sa më parë për të pastruar e kthyer në normalitet. Me afrimin e stinës së dimrit, rreshtet e shiut dhe dëborës pritet të përkeçojnë më tej situatën. Ndaj kujdesi dhe mirëmbajtja në këtë aks rrugor kërkohet e vazhdueshme, me qëllim të parandalohen aksidentet.